Roland Hysi, i njohur si Landi i grupit muzikor West Side Family, ishte i ftuar në Shqipëria Live, ku zbuloi detaje nga jeta e Armir Shahinit, Miri, i cili është banor i Big Brother VIP 5. Landi ndau për publikun bisedat me Mirin para se të futej në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ndërsa shtoi se është duke ndjekur vazhdimisht dhe madje ka bërë abonimin e Digitalbit për të parë mikun e tij. Është momenti që Miri do të marrë atë që i takon për veten, grupin e të tjerë. A e di sa i fortë është dhe duhet të jetë. Familja është pika e dobët e Mirit, është shumë i lidhur me familjen, sidomos me gocën. Ka një gjë shumë të mirë, nëse kjo gjë ecën, do të ketë më shumë mundësi familja që të vijë dhe ta vizitojë më shpesh. Ata jetojnë në Gjermani, ndërsa ai rri këtu për familjen. Ajo që kemi diskutuar është rri i qetë, ruaj qetësinë dhe shëndeti yt mendor, ka më shumë rëndësi. Për të tjerat, lërja kohës. Kujtojmë se Big Brother VIP Albania nisi pak ditë më parë dhe lajmet për banorët kanë pushtuar rrjetin. Duket se këtë vit kasti banorëve është më i zjarrt se kurrë.